Ne kemi edhe disa orë para se të bëhet ora 24, pra 12. Me këtë rast po vlerësoj të rëndësishme që ta mundsojmë edhe një seancë, pra vazhdimin e një seance tjetër. Uroj mirëkuptimin e deputetëve të cilët kanë ardhur në vazhdimsi në seancat që janë thirrur për këtë çështje. Kërkoj po ashtu mirëkuptimin e mediave për angazhimin e tyre, i falenderoj dhe për prezencën e tyre në seancat ku po përpiqemi që ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat 5 vjeçar, por jam e detyruar që edhe këtë seancë ta ndërpres këtu dhe që bëj thirrje që në orën 23 të vim sërish në seancë plenare. Ju kërkoj ndjesë për këtë, por po përpiqem maksimalisht që të gjejmë hapësirë edhe brenda këtyre orëve që vendit i japim presidentin me mandat 5 vjeçar. Shihemi në orën 23.